Në mesin e shekullit 20, në Amerikë ekzistu një sekt që është quajtur kërkuesit. Ky sekt është drejtuar nga një grua, Dorothy Martin. Ky sekt ka besu dhe ka dhënë një profeci, një paralajmërim që me datën 21 dhjetor 1954 do të përfundoj bota. Do të ndodh kataklizma, do të përfundoj domethënë jeta mrena tokës. Liderja e këtij sekti ka pretenduar se mon lidhje telepatike me UFO-t dhe në natën që do të ndodh përfundimi i kësaj bote, do të vinë UFO-t, do t'i marrin gjithë besimtarët e këtij sekti dhe vetëm ata do të shpëtojnë nga gjithë bota. Në natën e 21 dhjetorit 1954, të gjithë iftarët e këtij sekti bëhen bashk dhe fillojnë të lutën e t'i presin UFO-t që do të vinë t'i marrin e t'i tërhiqin nga bota. Ata rrinë aty para shtëpisë lideres së tyre deri në mëngjes, dhe në mëngjes Dorothy Martin del para iftarëve të sektit dhe ju thot: për fat mirë nuk ndodhi kiameti, sepse ardhja juve sonte këtu e shëndriti botën dhe, si më thon, i bindi edhe UFO-t që të mos vinë këtu, dhe kësaj ju meritoni respekt sepse ju jeni arsyeja që shpëtoi bota. Kjo ngjarje i ka bërë shkencëtarët, psikologët të merren edhe më seriozisht me bindjet e njerëzve përballë fakteve. Që do më thonë se shumë njerëz kërkojnë prova, fakte dhe raporte shkencore që ju shërbejnë dhe i forcojnë bindjet e tyre paraprake. Dhe në anën tjetër, injorojnë provat, faktet dhe raportet shkencore, të cilat mund të sjellin një rezultat që do të bien ndesh me bindjet e tyre. Ku po du me dal me këtë tregim dhe me këtë lloj përkufizimi? Sot shumë njerëz i krijojnë bindjet e tyre jo të mira, negative përballë fesë islame, muslimanëve, muslimaneve. Dhe çka bojnë këta njerëz? Nëse i veshtroni profilet e tyre në rrjetet sociale, ata tash për me i vërtetu bindjet e tyre, në murin e tyre gjitha statuset e tyre që ka të bëjnë me fen, domethënë përzgjedhin interpretime hoxh, musliman, muslimane, veprimet e të cilëve ose interpretimet e të cilëve ja u vërtetojnë bindjet negative të tyre. Është interesant që këta njerëz, me rastin kur takojnë një interpretim të arsyeshëm, takojnë një hoxh, takojnë musliman dhe muslimane brillant, progresiv, të zhvilluar, të cilat kanë interpretim